qeverinë e vendit. Faleminderit për aprovimin. Ish lideri i studentëve të Universitetit të Prishtinës me profesion historian do të mbetet në historinë më të re të Kosovës si kryeministër i parë i Kosovës së pavarur. I mërguari në fillim vitet e 90-ta në Zvicër, Hashim Thaçi, ishte kthyer në Kosovë pas studimeve postdiplomike në Universitetin e Zyrihut. Në vitin 1993, Thaçi ishte njëri ndër themeluesit e celulave të para të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ai ishte përgjegjës për sigurimin e mjeteve financiare, trajnimin dhe armatosjen e rekrutëve të cilët ushtronin në Shqipëri. Thaçi njihej me nofkën e luftës Gjarpri apo Zmija, siç e quante regjimi i Beogradit, i cili në vitin 1997 e dënoi atë me 10 vjet burg në mungesë për si shtuaj akte kriminale dhe terroriste. Fillimi i vitit 1999 shënon periudhën kur Hashim Thaçi u promovua si lider politik i UÇK-s. Ai në atë kohë deklaroi se UÇK-ja mund të bisedojë me Beogradin vetëm nëse plotësohen disa kushte. Largimi të gjitha trupa ushtarako-policore serbe nga Kosova, dënimi të gjithë burgosëve politik e të kidnapuar shqiptar nga burgjet serbe, negociatat e jenë të garantuar nga faktorin ndërkombëtar dhe negociatat të zhvillohen në një vend neutral. Duke qenë drejtor politik i UÇK-s, Hashim Thaçi udhëhoqi delegacionin kosovar në konferencën e Ramujës në Paris, që i dha fund luftës në Kosovë. Ai ishte njëri ndër nënshkruesit e marrëveshjes për transformimin e UÇK-s në TMK. Në tetor të 99-s u themelua Partia Demokratike e Kosovës, e cila trashëgoi strukturat politike të UÇK-s. Hashim Thaçi u zgjodh kryetari i parë i saj. Menjëherë pas luftës, Thaçi mori drejtimin e qeverisë së përkohshme të Kosovës, por nuk qëndroi gjatë në këtë post, pasi nuk arriti të fitojë zgjedhjet e para të pas luftës në tetor të 2001-s. I përballur me liderin pacifist i Rugova, Hashim Thaçi, që përfaqësonte krahun e luftës armatosur, nga ajo kohë nuk arriti asnjëherë të fitojë zgjedhjet. Vitet e para të pas luftës u përshkuan me tensione dhe acarime të marrëdhënieve mes dy partive rivale, LDK-s dhe PDK-s. Si pasojë e kësaj, konstituimi i institucioneve të para ishte vonuar më shumë se 3 muaj, përderisa për arritjen e ujdisë brenda aspektit politik kosovar u desh ndërhyrja ndërkombëtare. Në atë kohë, Hashim Thaçi nuk arriti ta imponojë te Rugova dëshirën për të qenë kryeministër i vendit, përderisa si figurë konsensuale e pranueshme për LDK-n u zgjodh Bajram Rexhepi. Në prill të vitit 2003, Hashim Thaçi e befasoi opinionin politik kosovar me idenë për moratorium, që parashihte ngrirjen e zgjidhjes së statusit të Kosovës për një periudhë kohore. Kjo ide ishte kundërshtuar nga shumica e subjekteve politike të Kosovës, përderisa kishte zgjuar simpatinë në disa qarqe ndërkombëtare. Pas zgjedhjeve të 2004-s, Thaçi mbeti në opozitë, përkundër gatishmërisë së shprehur për të qenë pjesë e qeverisjes. LDK-ja për partner zgjodhi partinë tjetër që përfaqësonte krahun e luftës, AAK-n, gjë që manifestoi tensionin në raportet pozit-opozit. Por pasi që tribunali shpalli aktakuzën kundër ish kryeministit Ramush Haradinaj, reagimet e partisë më të madhe opozitare në dukje u zbutën. Mirëpo kjo nuk vazhdoi gjatë, me që PDK-ja dhe Ora nuk arritën që pas dorëheqjes së kryeministit Haradinaj të imponojnë formimin e një qeverie të koalicionit të gjerë, kritikat e tyre ndaj qeverisë ishin gjithnjë e më të theksuara. Opozita paralemron edhe hapa konkret, përfshirë braktisjen e seancave të kuvendit. Në maj të vitit 2005, Hashim Thaçi themeloi kabinetin për qeverisje të mirë, që u quajt qeveri në hije. Ky kabinet kishte për qëllim sfidimin e qeverisë së Kosovës me projekte të ndryshme në fusha të caktuara. Pas themelimit të ekipit të unitetit në shtator të 2005-s, pjesë e së cilës ishte dhe Hashim Thaçi, roli i tij opozitar ka qenë i zbutur, megjithse her pas here ka pasur edhe akuza të ashpra. Jo, do të kisha përgjigj në 2 përgjigjet që u theksuan këtu, por është një përgjigje një lideri të partijë të thyer dhe një kryeministri të një qeverie të falimentuar. Ale, mund të jetë edhe një lider që pretendon që të marrë rezultatin e ri dhe s'ka gjë të keq. Me gjithë respektin privat. Në prill të 2006-s, gjatë një debati për standardet në Kuvendin e Kosovës, Thaçi kishte drejtuar akuza të rënda ndaj qeverisë Çeku, duke e cilësuar atë si qeveri të zhytur në krim dhe korrupsion. Ai po ashtu kishte deklaruar se emrimi i ministrave të kabinetit Çeku është bërë nga struktura parapolitike. Tensionet pozit-opozit duket se arritën kulmin në dhjetor të 2006-s, kur Thaçi akuzoi qeverinë e Kosovës se ka lidhje me grupet armatosura të paraqitura me maska nëpër Kosovë. Parapolitika që dirigjon qeverinë e Kosovës ka vënë në funksion edhe maska, të cilat i organizojnë dhe i vënë rrugët e Kosovës
për të kërcënuar procesin, por edhe për të dërguar një imazh të keq Kosovës para botës ndërkombëtare. Thaçi që dikur identifikoi me krahun radikal, me kalimin e kohës u transformua në një figurë të moderuar politike. Problematiku dhe kokforti, siç e përshkruante ish sekretarja amerikane Madeleine Albright në librin e saj, u reformua tërësisht gjatë viteve të pasluftës, përderisa krahas gjermanishtes arriti ta mësoj edhe anglishten. Ai filloi komunikimin ndryshe me qytetarët e Kosovës, duke synuar të fitoj përkrahjen e gjerë në popullat. Më shumë se për përgëzim, tha që dukej se tentonte të rregullonte pozitën e tij në skenën politike të Kosovës, duke treguar për kushtimin ndaj bujkut kosovar. Politikani që vjen nga zona rurale e Drenicës atë ditë kishte lakmuar timonin e autokombanjës. Jo, të më imi gro, pak e tani, preto shëndetje. Jo, me grolja më mu. Nëse ki besim. Themeluesi i qeverisë në Hije, një fundjavë kishte zgjedhur pikrisht hijen e parkut të Prishtinës për të marrë pjesë në një aksion për pastrimin e qytetit. Ambienti pastë është patriotizëm i lartë. Patriotin nga Buroja në një moment kishte marrë rolin e mësuesit, duke mbajtur orë mësimi me nxënësit e shkollës fillore Faikonica të Prishtinës. Thaçi kishte shpalosur detaje nga preferencat e tij, duke thënë se futbolli është sporti i preferuar i tij, përderisa Milano ekipi që simpatizon. Jo, djoni me pëlqen roratia, unë pëlqej kaka. Mësuesi Hashim u kishte bërë të ditur nxënësve se nuk i ka shkuar asnjëherë lënda e biologjisë, ndërkaq duke folur për botën e artit, ka përmendur aktoren e bukur Angelina Jolie si të preferuarën e tij. Po kështu për i botës artit, për i botës kulturës, aktrimit. Kështu për qenë? Shakira. Të brendit? Pesh, juve? Eminemi, bravo. Mu për shemë nga Angelina. Gjatë fushatës së fundit zgjedhore në nëntor, tha që kishte vizituar Mitrovicën, por jo edhe pjesën veriore të qytetit. Fushata e PDK-s u cilësua si e moderuar, gjë që analistët i atribuan angazhimit e një ekipi të gjerë këshilltarësh të rinj. Themeluesi i qeverisë në Hije më në fund doli në dritë. Ai fitoi shumicën e elektoratit në zgjedhjet e 17 nëntorit. Gjatë premtimit të fitores, tha që u ngut të zotohet se shpallja e pavarësisë do të bëhet menjëherë pas 10 vjetorit, por këtë qëndrim u detyrua ta zbus pas reagimeve zinxhirore të vendeve perëndimore dhe kërcënimeve se shpallja pa mbështetjen e jashtme mund ta shpije Kosovën drejt izolimit. Me gjithë premtimin, tha që nuk arriti të krijojë koalicionin për një afat të shkurtër. Ai u përcaktua të hyjë në koalicion me LDK-n, partinë që deri dje kishte lënë në hije dhe të cilën vetë tha që kishte akuzuar prej vitesh për lejimin e keqpërdorimeve dhe korrupsionit në institucionet e Kosovës. Mirë po, këtë vendim tha që arsyeton me faktin se marrëveshja PDK-LDK saktëson se në qeverinë e tij nuk ka vend për njerëz të korruptuar dhe i mundson kryeministrit të shkarkojë ministrat.